Ka diçka, ne mund të bëjmë jashtëzakonisht shumë. Ne mund të bëjmë shumë duke ndaluar ose duke vendosur një moratorium të këtyre heceve. Ne duhet të jemi më strategjik në mendim, duhet të jemi më parashikues të çfarë do ndodhi në të ardhmen. Ne kemi ndryshimet klimatike që i kemi patur në horizont, dhe unë tashmë besoj që nuk i kemi në horizont, e kemi shumë më pranë. E kemi ndikime që po i ndjejmë. Doja ta lidhja pak kur kthehem për vendlindje, ka një peizazh shumë panoramik të bukur që fëmijë kam shijuar, që shikoja pjesën e një lugine të një lumi shumë të bukur siç është lumi i Gostimës, një lum malor jashtëzakonisht i bukur, dhe në pjesën e sipërme që nga rruga dallohej mali i bardhë, që ishte mali i polisit që rrinte deri në qershor, rrinte i mbuluar me dëbor. Kam vite që nuk e shijoj më këtë pamje, sepse bërësia është dukur. Pra ne nuk kemi më sasi rreshjesh dëbore të mjaftueshme për ta mbajtur malin të bardhë, pra ka ndryshuar peizazhi. Dhe nuk është vetëm perceptimi emocional, por ka ndryshuar ajo që quhet, sepse ngrica dhe dëbora janë një rezervuar i jashtëzakonshëm për ujë. Dhe ne kemi humbur sasi të frikshme të ujit, të rrjedhave ujor, për arsye sepse rreshtet janë reduktuar. Dhe kjo është një ndikim i ndryshimeve klimatike.